Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se ekonomia shqiptare po shënon rritje të qëndrueshme, të nxitur nga turizmi, por paralajmëron se përmbushja e objektivit të anëtarësimit në BE deri në vitin 2030 kërkon përshpejtim të reformave strukturore, disiplinë fiskale dhe menaxhim të kujdesshëm të rreziqeve të jashtme. Pas një mesatareje prej 4,3% në periudhën pas pandemisë, PPB-ja reale parashikohet të rritet me 3,5% në vitin 2025, kryesisht e nxitur nga konsumi privat, dhe me 3,6% në vitin 2026, duke reflektuar një përshpejtim modest të rritjes në partnerët kryesor tregtar të zonës së euros. Shqetësuese për Shqipërinë sipas FMN-s, mbetet rënja e popullsisë, ndërsa pasigurit ekonomike vlerësohet se ndikohen edhe nga faktorë të jashtëm. Brenda vendit, rënje e popullsisë në moshë pune dhe rënje e shpejtë e çmimeve të aseteve përbëjnë sfida serioze për rritjen afatmesme. Vëmendje e veçantë në raport i kushtohet reformave për integrimin evropian, ku FMN thekson se sfida kryesore e Shqipërisë lidhet me rritjen e të ardhurave për frym. Produktiviteti mbetet i ulët me të ardhura për frym vetëm rreth 1/3 e nivelit të BE-s, ndërsa boshllëqet në kapitalin njerëzor, qeverisje dhe rregullimin e biznesit janë të mëdha. Këto sfida afatmesme përforcohen nga një mjedis i jashtëm më i paqëndrueshëm dhe presione të brendshme. Për këtë qëllim FMN rekomandon masa konkrete. Politikat duhet të fokusohen në përmirësimin e aftësive përmes mbulimit më të gjerë të trajnimeve dhe rritjes së cilësisë së arsimit, krijimin e vendeve të punës me cilësi të lartë. Fondi Monetar Ndërkombëtar mban një qëndrim kritik ndaj nismës së paqes fiskale, pjesë e paketës fiskale që pritet të nisë zbatimin në janar. Marrëveshja paqja fiskale, që parashikon falje detyrimesh dhe rivlerësim preferencial të pasqyrave financiare, rrezikon të minojë përparimin e mëparshëm në administrimin dhe përmbushjen tatimore. FMN thekson dhe pavarësinë e SPAK në përpjekjen kundër korrupsionit, në garanci edhe për zhvillim ekonomik. Legjislacioni parandalues më i fortë dhe monitorimi i përmirësuar i administratës publike janë thelbësore për përpjekjet kundër korrupsionit, ndërsa pavarësia operative dhe burimet e SPAK-ut duhet të ruhen. Në përfundim, FMN e konsideron Shqipërinë si një ekonomi me potencial të fortë rritjeje, por thekson se vetëm përmes reformave të thella, transparencës fiskale dhe forcimit të institucioneve do të sigurohet rritje e qëndrueshme dhe afrim real me standardet e Bashkimit Evropian.